po nuk njoh dhe historinë, po mohove historinë, historia flet. Nëse ti nuk e njeh historinë, atëherë ti nuk mundesh, se nuk e fillon dot nga zero. Nga zero ka filluar ata me hujnë. Nuk kemi epoka gurit, bronzit, bakrit. Prandaj dhe janë të ndara me epoka gjëra. Se kështu ka arë zhvillimi njerëzor dhe ti nuk të është zero. Edhe mbylljen e gjithë karrierës ti nuk do të jonte që ta bënte në një mënyrë që ajo që bëri PD-ja, që tha çeku bar, viti zero, shkatrojmë gjitha, uzina, fabrika, bujqësia, drejshë, urdhra ku e ke Shqipëri? Urdhra ku e ke? Viti zero, pra, urdhra. Pra, ju thoni që ky marshalli do vinë me një plan. Edhe ka merre ose lere, domethënë, jo. Atë di Trumpi, atë unë nuk jam, unë mufët vlla, so pa bedhi, unë nuk e di. Po atë e di ai, nuk di se çka kanë mend ai, por që do vi me një mandat, themi, nuk diskutohet. Se nuk mund të eci më Shqipëria në këtë lloj gjendje. Ku këtu është droga, është e para, pastrimi parave po, krimi organizuar po. Italian kanë fol, nuk di, më prokurori italianët gjithë kanë fol. Ata flasin çdo javë, sidomos një i barit këtu. Ai ka gjithë informacion, se anë e kaloj. E kam deklaruar. Raportet e Departamentit të Shtetit janë bloz. Raportet e Bashkimit Evropian i fundit ishte bloz fare. Tashi, ku di unë? Që duhet me lëmë. Zoti Merkoçi, unë të falenderoj shumë për bisedën, më vjen keq që në fund fare do ju pyes do ta ulim çik stekën, po duke qenë se ju kam këtë bisedë, do ta marr në një mendim. Se për situatën në PD, nëse mund të thoni në një fjali, edhe brenda Partisë Socialiste. Brenda Partisë Socialiste ka dalë Spiro Pali, por Spiro Pali, duke qenë se ka qenë funksionare e asaj parti, duke qenë se u bë e pasur nga ajo parti, nuk flet në atë që ka deklaruar, nuk flet asgjë për qeverisjen. Çdo gjë e ka te partia. Absolutisht asnjë llafe për qeverisjen. Pra ju thoni partia mbi po parti. Dgjoj, edhe Rama e ka këtë që partia, të gjitha vendimet i merr te partia. Po unë jo më kot jam kam thënë që ky ka ndërtuar mafia në shtet, nuk e them kot. Nuk e them se dua. Por ky ka ndërtuar mafia në shtet. Pra ky vendos të gjitha. Dhe Spiro Pali ka dalë, domethënë, çdo gjë e ka kthyer te partia. Pra partia duhet këtu, partia duhet dhe për qeverisjen, nëse nuk keni dëgjuar si fjalë. Mirë, po mos harroni se ka filluar me drejtoresh dogane, e ka mbyll me ministrët jashtëm. Duke qenë kryetar ku fondit, ministër këtu, atje, ministër për këtë. Depozitat depozitat më të larta shtetërore. Pikërisht pra, dhe kur vjen puna, nuk thot asnjë lloj kritike për qeverisjen. Megjithëse tre çereku i qeverisë në burg nuk thot asnjë llafë. Po çfarë ke partia? Edhe Rama, po të dëgjoni te partia, thot. Gjithë hallet i qajnë ke partia. Parti shtet. Pra, kjo është partia shtet. Dhe nuk gjykoj, Elisa Spiro Pali më tepër e ka hallin, dhe pra ne thash ajo ditë te partia, sepse më tepër e ka hallin që të duket, ore këta edhe te protestën kanë hall dalin aty ke protesta, fillojnë bëjnë kështu që marrin ato benefitet që t'jep ajo aty, se sido që t'jep benefitet protestas, pavarësisht nga kritika që kam unë, po benefitet t'jep ajo. Dhe këto lloj benefitet ti marrim, ti bëjmë, nesër të dalim tek ajo me perspektivën se nesër mund të krijohet një qeveri tjetër, unë t'jem ministre prapë, se t'jam këtu, se kam përkrahur këtë, se kam bërë këtë, se kam te partia unë i kam thënë ato që duheshin njërën tjetër. Pra ne të thash është nuk ka absolutisht asgjë të paktën për të mirën e shqiptarëve Shqipërisë nuk thot asgjë gjys fjalë. Balluku harrua më duket. Balluku është harruar. Po pikërisht pra ne po them që tre çerekun e kam buk, nuk thotë gjys fjalë. Mirë, po mos harroni, është kjo Elisë e cila nuk ka pranuar që Balluku të arrestohet. Është po kjo Elisë e cila ka ngritur kartonin apo ka bërë propagandën për KKP-t, MMP-t, PPP-t, paketën e maleve të fushave, për këtë gjithë është katrim që bën në Shqipëri. Ka ngjet për korporatën, është Elisa që ka ngjet kartonin, nuk ka kërkuar falje.
Më minimale, të themi. Këta s'kërkoj fali, po më minimale. Pra nuk ka asnjë lloj kritike ka shi qeverisjes. Nuk ka asnjë lloj kritike ka shi parlamentit dhe megjithëse ka qenë kryetar parlamentit. Sepse tek e fundit ajo protestë që bëhet ka dhe pikat e ligjeve. Për të anulluar ligjet. Sot e disa sillafe aty tek ajo çfarë shkruan. Po gjitha ke partia. Çdo gjë te partia, asgjë më tek. Ripërtëritja, ndoshta një batut. Ajo që kam thënë që ripërtëritja është e nisi me të bënde një të djathtë konservator, kaloi te partia e majtë. Nuk ndryshoi asgjë. Për sa kohë Sorosi, atë e kam thënë, Sorosi komandon të Partia Demokratike, padyshim që nuk do ketë absolutisht asnjë lloj, absolutisht asnjë. Aty kam bërë një status ku kam thënë që u bën zgjedhjet Partinë Demokratike, u zgjodh Berisha dhe tjerë. Një bisedë pa e mbyllim pa shpresë, por ndoshta të vërtetat e hidhura do të bëhen thënë. Dgjoj, s'është puna se e mbyllim pa shpresë apo me shpresë. Unë ditë ju them edhe publikisht, për sa kohë në Shqipëri e djatha për 35 vjet është sulmuar dhe është keq përdorur, është marrë emri, është vënë dikujt tjetër, pra këtu dalin edhe quhen të djathtë, quhen konservatorë, vetë shpallen me fjalë, se me vepra s'janë asnjëri. Dhe për sa kohë një Shqipërisë do i mungojë e djatha konservatore dhe e djatha konservatore e cila nxjerr elitën shqiptare dhe në çdo situatë të vështirë është elita që përgjigjet dhe merr fatet e vendit në dorë. Ky vend